Unë kam qenë në moshën 3 muajsh, kur baba nona më kanë lënë. Mu më kara me 18 vjet me jetu vetë. Të gjithë vitë isha herë dikuj mami, herë dikuj babi. Edhe më ka thonë, unë jam nona jote e vërtet. Tani hala e me u bloqu, ka thonë, qikin e kena na, në besim. Se japin. Përshëndetje miq dhe mirë se keni ardhur në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Kosovë, konkretisht në Gjakov. Do të hap dritaren për një 22 vjeçare me emrin Ana, e cila do të tregoj jetën e saj. Fatkeqësisht, babai u largua nga kjo jetë kur ai ishte vetëm 3 muajshe, ndërsa nëna u largua duke e lënë tek njerëzit e babait. U rrit me dashuri, por dhe pa dashuri. Flas jo vetëm të prindërve që nuk I njohu kurrë, por e të njerëzve të cilët le të themi e rritën për njerëzit e babait, ku sot me një pjesë të mirë të familjes së babait, kjo vajzë nuk ka kontakte. Por çfarë ka ndodhur, do të jetë vetë Ana që do na I rrëfej ditën e sotme me këtë histori, por padyshim ajo këtu në live me Odetën do të hyjë pasi është në kërkim të nënës së saj biologjike që fatkeqësisht nuk e njohu kurrë. Kështu që hap dritaren dhe ftoj menjëherë 22 vjeçaren nga Gjakova. Ana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Po jo? Që ke shumë bukuroshe. Faleminderit shumë nga të. Nga e folura shqiptare e Kosovës. E Kosovës. Nga Komunës së Gjakovës, Skirjanit. Nga Gjakova. Po. Jeton aktualisht në Zvicër. Jo, se jetoj në Kosovë, po kjo numër më ka pa jetë ku kam qenë një herë në Zvicër. Do më thënë, flet nga Gjakova live. Po. E dashur, më dërgove një mesazh, e lexova dhe ke një histori të dhimbshme, me sa kuptova. Po. Mund të ma tregosh historinë tënde? Unë kam qenë në moshën 3 muajsh, dhe me thonë bebë, kur baba nona më kanë lënë. Nonën e kam gjallë, për babi më ka vdek. Babi ka pasë rast vdekje, dhe me thonë rast vrasje. Në atë sekund kur ka vdek baba, më ka lënë edhe nona. Tanaj mo familje me s'ka mund me kontaktu me ta që me gjetë, sa ja ka bo ndërheqje. Ti je birsuar. Je një vajzë e birsuar në Gjakov. Po. Sa vjeç jeni? Jam 22. 22 vjeç, u bëf dhe 100 vjeç. Faleminderit. E dashur Ana, në fakt shumë të rinj nga Kosova, që kanë qenë fëmijë të birsuar, më kanë telefonuar dhe kanë qenë pjesë e live-eve të mia dhe kanë kërkuar ndihmën për të gjetur rrënjët biologjike. Në fakt, nuk je as e vetmja në këtë botë, as e fundit nuk do jesh, që fatkeqësisht shumë fëmijë nuk rriten me nënën biologjike. E vërtet. Por më vjen mirë që ke pasur një familje. Faleminderit. Që besoj që ajo është familja jote. E vërtet. Mua me ka rritë motra babit, pastaj edhe gjyshja më ka rritë. Kur ka qenë, të me thonë për para se ta shqit kanë qenë krejtë në për shtetit jashtme, tanaj jam rritë në durë të një familje huaj, prandaj u këthyë gjyshja në Kosovë, më ka marrë, tanaj ka ardhë hala jam me motra babit, më ka marrë të gati do vite, tanaj jam rritë pak të hala, pak të gjyshja në Gjakov, tanaj masa në gjysha pa të vdek, tanaj patra pak të hala, pak të vllaznia babit, këneja nej. Por pse, babi dhe nëna birsuese ku ishin? Urna? Babai dhe nëna birsuese, ata që të birsuan, nuk u rrite me ata? Jo, se jam rritën me babin e me mamin. Por pse? Se mami kur kam lindën, unë e kam qenë 3 muajsh. Jo, të kuptohemi qartë. Atëherë do të pyet që të ma tregosh historinë nga fillimi. E dashur Ana, sa vjeç ke qenë kur mësove të vërtetën që ishe braktisur nga nëna biologjike? Unë kam qenë gati 16 vjeçe kur e kam kuptuar. Kush ta ka thënë?
Ma kanë treguar pak familja babit, vllaznia babit edhe pak halla se më rrit. Pra, ti nuk je birësuar në një familje të huaj, ty të kanë rritur njerëzit e babait. Mu më kanë rrit njerëzit e babait, po. E qartë, tani e kuptova, se mendova se mos ishe birësuar në një familje në Gjakov. Po kam qenë e vogël 3 muaj, do me thonë, kur s'kan qenë familja në Kosovë, kanë qenë një familje hujse me kanë marrë. Prandaj, kur e kthy gjyshja në Kosovë, më ka marrë gjyshja. Tani, mas ende më ka bezu gjyshja në duhet hallës teme. Ti ke qenë 3 muajshe kur baba jot, si quhet baba jot i ndjer? Sefedini është larguar nga kjo jetë. Po. Çfarë ka ndodhur me babain tënd? Përsa sa kom dëgjuar, kam njërë se ka qenë rast vdekje, dhe më thonë rast vrasje. E kanë vrarë? Po. Pa ja, kalem ka kaluar se për çfarë rasti mos më kanë tregu, se më kam qenë edhe më kanë thonë kur tregojmë për arsye se ai rast u kryj tani. Ngjarja ka fare, më thonë. Po. Ngjarja ka ndodhur në Gjakov. Po, në Gjakov. Pra, le të themi që babain tuaj e kanë vrarë dhe para 22 viteve i bie logjikisht. Para 22 vite, ashtu. Kur ti ke qenë vetëm 3 muajshe, por nëna juaj të braktisi? Tani, atë minutë ku ndije, për shembull, se unë kam qenë të motra e babit tim, në atë sekond, kur babin e kam vra, si më kanë tregu familja eme, mas ndej kur e kam thirrë, për shembull, mamin tënd që më i tregu se vajzën tënde e ki këtu, dush me marrë, kështu ajo ka thonë se nuk i lije me marrë vajzën. O, dhe është larguar? Dhe është larguar, po. Po nëna juaj si quhet? Ja, ka qenë në Turqi. Është larguar në Turqi? Po. Po nëna juaj si quhet? Nëna jeme quhet Bejhan. Bejhan, po mbi emri? Shahin. Shahini? Po, Shahin, po. Sa vjeç është nëna juaj Bejhan? Mund me thonë se 52-51. Afërsisht 52 vjeç, 51 vjeç. Aq mundet me qenë. Por nëna juaj Bejhan ishte po nga Gjakova? Jo, nëna jeme ka qenë turke, s'ka qenë shqiptare. Nëna juaj ka qenë turke. Po. Dhe ka jetuar në Gjakov me babain tuaj? Jo, në Gjermani. Jo, s'ka jetu në Kosova, jo. Ka jetuar në Gjermani? Po. Por tani, kur ka ndodhur vrasja, babai juaj kishte ardhur me nusen në... Jo, veç me mu ka qenë Kosovë. Por ata ishin të ndarë apo jetoni bashk? Jo, ata ishin bashk. Po babi im ka ardhur në Kosovë me mu puna se me nxjerr pasoshen e këturit. E kupton? Po. Edhe prandaj për me shku me nxjerr, e ka marrë më kalon, mas e ka kry punën, më kalon në dur të hallës vet. Prandaj ka ndodhur rasti masanira. E qartë. Dhe nëna juaj nuk u interesua kur për ju? Njëherë kam folë me to, kam qenë 12 vjeçare, po emru në Facebook, dhe i ka thonë halla jame e vogla se a do me folë me qiken. Tani dikuj e ka thonë po. Është interesuar edhe njëherë për me më pa, jo mirë, e ka vendos në atë sekund për me dash me arë, me u kontaktu me mu, se me flis, po prandaj me i nati familja e me i kam thonë ju. E ka refuzuar njerëzit e babait? Po, s'ta japim qikën, po. Pra, pas disa viteve, ajo ka kërkuar që të marri ty? Po, ku kam qenë 12 vjeçare, po. Ka kërku për me marë. Prandaj mod kam lypur gjithkohën, kam lypur në Instagram, kam lypur në rrjetet sociale, kam lypur gjithkohën se kam gjetë askund. Por imazhin e saj e ke parë? Fytyrën e saj, dhe me thënë. E ke parë nëpërmjet fotove? Veç përmjet foto, kështu jo. Edhe një herë kom parë, po kam flisë me kamerë me të, mo asnjëherë. Pra, ti ke arritur të flasësh një herë me nënën tënde me kamerë? Po, kam arritur të flasë me ta. I ngjan asaj? Shumë. Prandaj thash që në fillim je shumë e bukur, je gjysmë turke, gjysmë shqiptare. Po prandaj kam një për to se ka gjysa familjes teme, se për tani pa tregua gjem, këto ditë verës ko pa të në qenë Kosovë, sa ata jetojnë jashtë. One nuk i kam letrat, se mu më ka më rritë në Kosovë, gjyshën taj me kom pas dhe i vonxarë, po prandaj ka pa ndodhur një aksident, dhe gjyshaja më kam pa dek, unë e kom pa pështua. Pse? Çfarë ka ndodhur që... Ka qenë aksident me makinë. Kur ka ndodhur kjo ngjarje?
2017 Në Gjakov? në Gjakovo. Dhe nga ky aksident vdiq gjyshja? Edhe Hoxha. Dhe falë Zotit ju arritët të shpëtonit? Po. E dhimbshme dhe më vika shumë keq që ke humbur dhe Xhaxhain edhe gjyshën në këtë aksident. Po për mu ka qenë gjyshja si me konë nonë, do me thonë nonë edhe babë, gjithçka ka qenë për mu se më ka rrit dhe me ditën kur ka dhonë jetë, jam konë durë të sejna. Edhe so se kom para ndje për shembull dhe dhim për babës e për nonë kur e kam pas ato ofër. Ajo të ka rritur. Është normal, është pak si e zërshme, po jetës duhet m'ja dalë. Po për momentin biologjike kam shumë qejf me ditë se ku kam, a ka mirë edhe me njoftu se kam qejf ta dija për momentin. Se ende për ende jam vetë, edhe me tani për tani në Kosovë jetoj vetë në banesë, se si tregova puna e letra, mu s'm ka ra mi pas, se njëherë m'ka ra me konë Kosovë mu, tana i morit në dur t'huj, tana i mas 1 vit e 2 vite ka na familje në Kosovë, gjyshja. Por ndalemi pak dhe ma tregoj jetën tënde. Kur të vdiq babai, ti që ishe te gjyshja, 3 muajshe. Jo, isha te motra e babit. Po motra e babit s'ka dosh me majt. Halla. Ka thonë, po, halla babit ka thonë, nuk mundëm ta moj se kam fëmijë, atër kanë qenë familje e madhe. Edhe s'kam pas si qysh, në kam qenë bejt 3 muajsh, edhe i ka thonë nuk mundëm me majt, ka thonë të lutër, ma mundi me arë me bo diçka me të, ose do ta qenë shpinë jetimore. E kupton çfarë është? E di e ku. Dhe prandaj mua jam ka dërguar në shtëpinë jetimore. Ti e dorëzuar në jetimore kur ke qenë 3 muajshe? Po. Tana i kanë ardhur një familje tjetër, për jetën jofshëm nga burri nga halla e tretë, unë i kam 5 motra të babit. 5 halla? Po. Edhe ata më kanë marrë gati 1 vit. Mas 1 viti... Kush familje të mbajti? Urne? Kush familje të mbajti 1 vit? Kanë qenë për burit hallës, për migjallarit burit hallës. Që të morën dhe të rritën 1 vit? 1 vit, tani mas i ka arë gjyshja jame në Kosovë, më ka marrë dikur, mas andina më ka ra pak më përplas si knesi, anesi, pak to, si nuk disha se të gjithë vite isha her dikuj mami, her dikuj babi, se disha se kënë kam. Të besoj. Mas e kom kuptu krejtë ma vonë, tani për tani pak me mërke halla, motra babit, pak shkojsha te aqë, po të gjithë kam fëmije, besoj se nuk mundet kërkush me të majtë, për te këtëri sa e kanë familjen e vetë, i kanë problemet e veta, i kanë hallat e veta, e mu më ka ra tani me qenë vetë në Kosovë. Dëgjo, unë e kuptoj që ti nuk do t'i prekësh hallat, por si do që ti jetë, kur të vdes një vlla dhe të lë një fëmijë të vogël, nuk mund të lihet një jetimore, dhe sinqerisht më preke me këtë histori. Por, çfarë ndodhi me ty? Ty të eri të mori gjyshja? Po, mu me mori gjyshja, tana me ka dorëzuar duart hallës time. Ka thonë, a mundesh më arrit këtë vajzë? Gjyshja nuk të rriti? Po, jam rrit pak të halla, pak të gjyshja, dhe më thonë, sa me mërshin këta, sa me mërshin këta. Pra, le të themi që familja jote ka qenë mes gjyshes së babit edhe hallës? Po në Gjakov? Po, në Skivjan. E qartë. E dashur, kur ti e mësove, le të themi, dhe kush ishte personi parë që të tha që historia e jetës e prindërve të tu është kështu që babajnë ta vran, nënën e ke turke, le të themi, u rrite dhe ke qenë 10 vjeç, 12 vjeç, para se të flisje me nënën, e ke kuptuar këtë histori? Më ka tregu gjyshja dhe halla. A ka qenë gjyshja me hallën që të ka rrëfyer këtë histori? Më ka tregu, po. Atëre ke qenë një fëmijë i vogël dhe nuk arrije do të kuptoje. Po, e vërtet. Se kam kuptu dhe qysh më ka dok se ajtë se nuk është kur gjohë, sot për shemë nëse ku ndinje me mërzi ose për diçka, se kam pas ofër si hallën edhe gjyshja. Por, deri sa vjeç të mbajti halla dhe gjyshja? Gjyshja fatkesisht u largua nga kjo jetë. Halla me ka marrë diktoj me moshën 7 vjeç. Po pastaj ke jetuar me gjyshën? Tani kom jetuar me aqt, me gjyshen, me gratë të aqëve. Sa vite ka gjyshja dhe Xhaxhai që janë larguar
në 2017 më the. Po, bëhen që 9 vite. Dhe ti ke 9 vite që jeton e vetme? Po. Zemër, po ti je 22 vjeç. Sa vjeç ke qenë ti kur ke qenë vetëm? Mendojnë kështu për shembull kur kam qenë vetëm as nena. Që ngele Mi vetëm. moshën 18 vjet unë jetoj vetë. Po kur vdi gjyshja, kush të mbajti? Halla. Halla, e qartë, se ishe e vogël, prandaj po bëja llogarinë, ke qenë e vogël. Po, kërkoj falje. Jo, nuk ka gjë, e qartë e kuptoj. Dhe kur mbushe 18 vjeç, ti kalove vetëm, je në shtëpi me qira? Po, atë mos ndena nuk më patën se që se dolen të gjithja, se kanë qenë gjithë në Kosovë. Po tana i dolen të gjithë letrat këtu nëse i kam pas ashtë me letrat, tana i dolen të gjithë jashtë. E më ndej, thëshin na nuk mundën ta mojnë këtë qiken, si me ta sfigu se nuk ose kam pas për dashni të këmeje. E kuptan? Të kuptoj që... Pra ndaj mu më kara me 18 vetë me jetu vetë. Dhe i bie të kesh 4 vite që jeton e vetme. Që 4 vite jetoj vetë. Ke kontakte me njerëzit e babait? Me hallat, Me hallën që më ka rritë po, e me atë shtiju. Pse me... Sa gjagjallar ke? Unë i kam 3 vllazni babit. Me ata nuk e fare kontakte? Jo. Pse? Po nuk janë të interesuar që më mirë me mu, që me flisë me mu, si intereson jeta jam as pa. Nuk janë kujdesur kur për ty? Jo, atë o kujdes për mu në atë familje, o kujdes për mu gjyshja. E vetmja. E vetmja. Gjyshja për atë se s'ka pas besim të durët e familjet vetë, më kalon të durët e qikes vetë. Dhe le të themi që ti ke ngelur e vetme aty në Kosovë se të gjithë kanë ikur jashtë. Po. Edhe së një interesu se me thonë që ja bëj letrat apo diçka ju. Për ty është e vështirë jetesa vetëm. E vërtet. Bashkjeton, je dashuruar, se je rritur. Jo. Akoma jo. Jo, akoma. Punon? Po, punoj. Bravo. Si punon për të përballuar jetën? Po. Kush janë vështirësitë më të mëdha që has? Unë tani për tani punoj market. E kupton çfarë është marketi? E kuptoj se shkoj çdo ditë bëj pazare. Punoj market. Kështu me rroga, si është rroga, aq vele sa për një fjitje, e kam vëllë. E është pak për mu se kam qef, se gjithë kush ka qef për familjet vetë, për ta pas familjet afer. Edhe nuk është se s'kam për shemë familje, po është pak e vështirë për mu. Po si kur ta kish për shemë nënë, nëse babën afer, është ma ndrysh. Se i ki afer vetës, nuk tërheqin dorë piteje. E ma ndrysh e ki ku jeton vetë, ku rritës vetë, ose për shemë ku rritësh në dorë, që ka jeta për mdoket, për të shkoj kjo prapë si prapë në për dyrë të hujta. E kuptoj dhimbjen, përpos që nuk i rritur pa nënën tënde, edhe dhimbjen e madhe që ke përjetuar tek familja e babait që të kanë lënë kështu të veçuar, të vetme dhe askush nuk e kthen kokën pas për ty dhe nuk kanë qenë pranë teje në ditët më të vështira, apo qofte edhe sot që ti ke nevojë për ta. E vërtet, për atë kam qef për ta gjetë nënën time biologjike, që jem rahat, mos të kem si për shembull, si të përshpjet në përdhim për dikom se t'jem për shembull se të qoj se me plis me dikom tanin. Ose zgjohet njëri në mëngjes e pret një mesazh për familjes vet kur e din se e ki familjen tonë, se s'jena për shembull pak të familje. Amo njëri ku e din një vajzë se ka pak nevojë për mbështetje dikujt të prindve, e shësoj vetë për shembull, e din se çfarë raste e kena pas familjerisht, ai sidomos vajza me kohën e keqe, si për shembull po bie fjala, ata duhet me ngërcu si pak si vajzë të vetën, më afër. Se çdo vajzë në këtë jetë, sidomos unë jam vajzë hastres, kam mos motër as vëlla, jam e vetmja. E gjithë kush ka qef, unë fëmijët e hallës teme i konsideroj si motër edhe vëlla. Kam qef pak si më mundu, se ka kem pak familjen teme afër,
po prandaj nuk më i përzihesh kërkuj nga jeta vet, ama andaj më jep distancë, shiko jetën teme. Po unë e lu Zotin më shumë ti se nënën biologjike që ta kem mirë, edhe shpresoj që kam qef sa të shpejt që ta gjej. E dashur, Ana, besoj që me hallën tënde, apo edhe me gjyshen, mund të kesh folur kur ajo ishte e gjallë. Nëna juaj kishta... Nuk kam mund. Se s'kam, atë nuk kam qenë një fëmijë, se me kanë thonë për shembull, hajde se ki kështu, hajde se ki ashtu, hajde me bu këto, hajde to. Jo, kam qenë dyqysh fëmijë se më kam marrë gjithmonë distancë vetës. Nuk e ke marrë guximin të pyesësh hallën tënde se... Jo. Jo, hallën time e kam pyet për çdo sen. Shlirë kam flisë me to, të gjitha hallëme me u shmendua dhe në fillim që të më ndihmoj për ta gjetur nënën time. Po mandena e kalon, ka thënë mama mirë je vetësh me vet, që ta gjesh vetë mamën, sa është nëna jote biologjike, se sa më këshyr mes dikujna. E qartë, por këtu dua të pyes, duke ditur që ke folur me hallën tënde për nënën, nëna juaj kishte ardhur ndonjëherë në Gjakov si nuse aty? Këta jo nuk e dija, jo asnjëherë s'ka qenë. Por halla jote e ka ditur historinë e dashurisë së babait tuaj me nënën, sa ata në Gjermani janë njohur? Po s'ma kanë shpjeguar asnjëherë. Por pse nuk e kam ngulur ta dish këtë histori? Se ndoshta ndonjë informacion që mund të tregoj halla ndihmon shumë në rrugën për të gjetur nënën. Kjo ka qenë kur babi dhe mami im janë njoftuar, domethënë nga Gjermania në universiteti. Atë barbin atëherë unë e kam pasur ka pas problem, si ka qenë babi im atëherë brenda në Burg. Në Gjermani? Në Gjermani, po. Edhe ky babi im mas nena e kanë quar si thonë se ta qesh mamin, një vajzë për shkak se më lehtësu burgi. E qartë, le të themi u bëri një martesë me nënën tuaj. Po, ka bërë martesë. Edhe prandaj mas nena mami ka jetë si mua në një shtatzon. Tani mas nena mas i ka lind, babi ka qenë 13 vjet nena, me mua nga Gjermania. Prandaj ka ardhur në Kosovë se me nxjerr pasoshën e këtuaj. Pasaport. Edhe kanë thonë mu dhe i këtu më kanë tregu për ma ndena so se kom dhe gjumë në hendë, dy sansë më kanë tregu, se si interesume më tregu për shamë. Dashur Ana, atë moment, le të themi, e kujton mirë, e ke të fiksuar në memorje, kur ke qenë 12 vjeç dhe ke folur me nënën tënde biologjike me Bejhan. Çfarë të tha dhe çfarë i thet? Çfarë kujton? Se është vetmja telefonat që ti ke folur dhe... Është vetmja. Kur kam flisa ditë me të, ka qenë, si për shembull, ka thonë fjalën, "Git për çvil drejti me këmajnë të tha." Po du më folë me shikën teme. I ka thënë hallës tënde? Po, edhe halla e mi ka thonë, po ta jepi, po jo për me zgot fort. Se kanë qenë një nati. Edhe unë kam folë me të dhe më ka thonë, ku jesh trika jeme, se ta shpak fjallë me shtojka ditë, shqip, se jo ma anejna. Ka ditur pak fjallë shqip që i kam mësuar nga ma. Unë isha pak ma distancë, se nuk e kuptojsha ta mon, a kom mama ta, a hallën se kam qenë e rej. Ke qenë e vogël. Po se ku më kuptu po. Edhe më ka thonë, unë jem nona jote e vërtet. Zemrë më ka thonë, unë kam qenë ma në Kosovë me taku, me të pa sa i rrit, me të pa qishje, edhe për me ngajt mas ti e me të para për vetës. Edhe unë kom kish, nuk kom thënë kur gjëma neta, një halla e me u ploqu, ka thonë, jo, ka thonë qiken jo me marë, se si ki dash ma herët me marë, qiken e kena na, besim, se jopin. E tani, masa nena, atëherë mos, s'kam di se s'kam pas telefonun atëherë, s'kam gjetë më kontakte, se kam lip gjithë ka poso gjindë. E qartë, pas asaj telefonate, le të themi që ke qenë e vogël 12 vjeç dhe nuk arrije ta kuptoje ishte nëna apo jo, sepse halla jote të tha që do flasësh me nënën, ajo vetë të tha jam nëna jote, po prap ke qenë fëmijë. Dhe kur u rrite, fillove ta ndjeje mungesën e saj dhe fillove ta kërkoje në rrjete sociale, por nuk e gjete. Isha dhe shumë e vogël, kur gjysha eme ka pasur vetë një kufer, sa aty rrike fotografitë të gjithë fëmijëve.
Dhe prandaj unë gjithmonë e shikojsha ajo përgjojke nga fytyra masi kom nisë mi kuptu sen. Përgjojke në fytyrë me mu, se ka qenë edhe police. Ha, ka qenë dhe police në profesion? Po, ka qenë. Por ajo telefonat që u realizua me nënën tënde, kur ishe 12 vjeç, u realizua nga Gjermania, nëna jote ishte akoma në Gjermani? Jo, ka qenë në Vjenë të Austrisë. Në Vjenë të Austrisë? Po. Që do të thotë ajo është larguar nga Gjermania dhe jetonte në Austri? Në Austri, po. Por unë jam e sigurt, e dashurana, që halla juaj mund këtë patur në atë kohë një komunikim më të gjatë, besoj në Facebook. Jo, ajo ka qenë halla vogël, nuk ka qenë halla se më ka rritë. Halla e vogël. Po. Ajo ka në Messenger, në Facebook, besoj. Po, në Facebook, po. Ajo ka qenë trendi si rrjet social në ato vite. Po. Unë jam e sigurt që ajo ka patur një komunikim më të gjatë me nënën tuaj. Ndoshta ka pas për ma ndena, nuk më ka spjegu më asgjë. Pse nuk e më... Edhe kam vip shumë për shembull e pisajna piset se më dregu, a ke flisë më me mamin ose për shembull, a ki më kontakt me to, më ka thonë mundësh me lyp, ka thonë dikon e emision, ose më ka thonë mundësh me shku dikon me lyp, po në vetë nuk më ja dali. E kupton se Austria edhe të në mëdhaja, tash një nuk mundu për shembull me shku me kërku t'i nanën aty, për shembull nuk mundu me ta njoft askush. Jo, njerëzit nuk kërkojnë kështu, që jeton në Vjenë ajo, hajde shkojmë në Vjenë dhe ta gjejmë në Vjenë. Nuk ka logjik kjo gjë, por ideja është kjo që nga bisedat njeriu mëson disa informacione. Ndoshta ajo hallës tëndi ka treguar që jeton në Vjenë, ka vazhduar jetën, është martuar, është police. Verës, ku kam qenë verës, se kam pas qenë me shumë pa familjen time, se kam qenë në Kosovë, edhe si janë distancë. Jam shku si me plot dhimbje, edhe i kam shkuar distan të shtëpia dhe tash pak mall kam pas për ta, se me flisë. Edhe më ka thonë, gjatë që ka thonë mundësh me shku, me lyp në nënën tonë, hinë për emision, ose hinë dikon se jenë ka kërkohen gjithkon lypë në nënën tonë, se mundet më gjindë, se gjallë është. Sigurisht ajo mund t'jetë gjallë, por ata në një farë mënyre nuk të kanë penguar, të ka thonë kërkoje në nënën tënde. Po, më ka thonë se ta shirrit i ki bo vjetët tua, ka thonë ku i konë ma vogël nuk kemi pas besim se jemi tu si ki qenë re. Por sot që në moshë madhore, bën shumë mirë që e kërkon në nënën tënde, por pse nuk merr guximin të flasësh me hallën e vogël? Nuk më lejmërohet. Nuk të hap telefonin? Jo, nuk ka hap telefonin. Sa ko ke që nuk flet me hallën e vogël? Me thonë drejtën ajo është edhe smut për veti se edhe ka dhe operacione. E kuptan? Edhe ajo nuk guxon me pas stres. E për atë nuk është se mu ka lërmu, ka thonë mu jeta qa bon tim, ka thonë nuk më interesan. Ka thonë bën qa dush, unë spërzina ka thonë ka jeta jo, të ndash lyp, të ndash më së lyp. Edhe pra ndaj familje eme nga përmes në onestime biologjike nuk mundem me më përzi për tek të risa, këtë gjithi kam fëmijët e vetë, edhe nuk i lojnë kur anash. Bojnë mas të ne. Kështu se dhe unë dua të ngaj mas në onestime se ta gjojnë në nëntime biologjike, se unë jam të jutuve. Edhe jam të ngajt vetë, unë një punë së dalë me kryu, se në diçka me bo me mungu, ndoshta është sa metra largu në dalë kom, gati më zanë dita ose shkoj edhe me kryu qatë punë. Ngaj vetë mësë gjitha sene. Ta është gjithë kush ka nevoj për ka një mbështetje, se është edhe pak tut një femen me jetuve, se sa do bo dhe një kur shumë e zërshna. Të besoj. E dashur, ke një mesazh për xhaxhallarët dhe për hallat, se e kuptoj që je shumë e lënduar nga ata. Jo. Nuk do të japësh mesazh atyre. Unë për ta veç mund të me thonë se kam qef të gjithë mi po mirë, edhe kam qef kur mos mja po të keqen se për mu janë gjaki ime dhe janë familja babit tim. Pas sa dhe mos se diçka me ndodh, nuk ta do nësë kusht keqen, po sa dhe mos diçka me ndodh këtë jetë se një sen janë familja për kjo, e kuptan. Po, unë e vish jaroj gjithat mirat një se kanë të gjithë fëmijë,
Edhe uroj Zotin sa asnjëherë mos më ndodh asnjë e keqe, se me qenë të gjithë fëmijët aty me ta, tek deri sa të kanë jetë. Se e kuptoj se si është më rrit një fëmijë vet, pa prind, e kuptoj si është një fëmijë më rrit vet pa babë, pa nën edhe pa vllaznia motër. Është pak shumë e vështirë. Ka qenë pak për mua një rast shumë se kam qenë edhe lënduar në aksident shumë. Nga aksidenti që bëri në 2017-ën, që humbi jetën gjyshe. Kam qenë shumë e lënduar, kam qenë gati një muaj në koma. Kam pas komën e thyne, kam qenë pa vedije, ka qenë shumë rast i rëndë. U kom pak rënë si për neve, si për dy partë familjarë. Po, unë falenderoj Zotin me të gjithë se më ka pështu për të keqes, më ka rinjallë për së dyte, e jam të këtoj sot ku jam. Po, veç inshallah të gjithë familjarë, ose të gjithë kërdo që jetë, i runë sote, sidomos familjen teme, nuk kam qef mja po kërkuj të keqen, ende normal se gjithë kush e ka ato të vetën se nuk mundet për shembull si ti shumë fëmijë, mu kap të fëmija tjetër, kupton? Të kuptoj. Ose i vellojt, ose kështu se gjithë kush e ka ato pasurat e veta, punë e veta, telashet e veta, unë e bërat se e kuptoj çdo send. Zemër, ti ke një zemër shumë të bardhë, i themi ne. Dhe dukesh, ndonjëherë ajo që ke brenda pasurohet jashtë dhe ke një fytyrë shumë ngjëllore dhe shumë të bukur dhe dukesh që rezaton vetëm mirësi që nga zëri, që nga timbri i zërit, që nga fytyra, nga të gjitha dhe uroj me zemër që Zoti të dhënë më të mirat tek kësaj bote, atë të cilën nuk mundet dot ta shijojë në fëmijëri me nënën dhe babain tënd, ti dhënë Zoti në këtë moshë dhe qofsh vajza më e lumtur në këtë botë, atë me zemër të gjë. Por, e shikoj që justifikon edhe xhajat, edhe hallat, bravo, që nuk nxjerr asnjë fjalë të keqe nga goja për ata, sepse është gjaku jot. Por, unë që jam në një moshë madhore, 2 fishi moshës tënde, unë jam nën, kam 2 fëmijë. Të rritë Zoti, inshallah gjithë. Unë u preka nga historia jote dhe më vjen shumë keq për ata xhaxhallarët e tu, për ata hallën tënde të vogël, që nuk ta hap telefonin, për ata xhaxhallarë që nuk u kujdesën kur për ty dhe ti nuk ke kontakte me ta, ata të kanë gjak, të kanë vajzën e vllajt që ka ikur nga kjo jetë dhe unë jam i sigurt që ai, edhe pse s'ka patur mundësi të lërë një amanet, amaneti i atij gjithnjë ke qenë ti. Jam e sigurt, nëse ai do kishte pak sekonda jetë përpara se të ikte në qiell, vëllezërve dhe motorave, amanet do të linte vajzën e vet, çdo prind këtë gjë bën. Dhe ata duhet kujdeseshin për ty. Ti duhet ishe fëmia i tyre, ata nuk do të ndani nga fëmijët e tyre. Ti duhet ishe pranë atyreve, që mos të ndjej mungesën e nënës dhe babait, por të ishin ata që të jepnin dashurinë, që ti të gëzoje dashurinë e xhaxhait si imazhin e babait apo dashurinë e hallës si imazhin e nënës. Por ata të lanë jetimore dhe thanë ne nuk kujdesemi për atë. Ishte gjyshja jote që të rriti derisa vdiq, le të themi, dhe ajo me sakrificë duke me hallën tjetër. Dhe sot që t'jeni një moshë madhore, nuk je madhe, prape vogël je 22 vjeç, e vetë me 22 vjeç je shumë e vogël. Ke nevojë për njerëz, ke nevojë për mbështetje, ke nevojë për një fjalë të mirë, ata prapë të kanë braktisur. Kështu që nëse ata janë duke na ndjekur, do doja unë t'ju jepja sot atyre një mesazh. Ndoshta pa lejen tënde, ndoshta nuk është e drejtë kjo që bëj, po ma ndjen zemra ta them që është një turp që lihet kjo vajzë e vetme dhe askush nuk e mbështet. Uroj që ata të na dëgjojnë, të ndërgjegjësohen dhe të ta hapin telefonit paktën, kur ti ke mall për kushurinë që je rritur me ta. Normal. E dashurana, ndalemi tek nana. Ajo është e rëndësishme sepse në këtë live ti ke hyrë për nanën. Normal. Nëna juaj më lejo të jap dhe një herë të dhënat, ndoshta
ajo nuk mund të na ndjeki, nuk i ndjek mediat shqiptare, por ndoshta nëpërmjet miqve të saj mund të ketë njohur shqiptar dhe mund ta ketë treguar historinë e saj që ka qenë e dashuruar me një shqiptar nga Gjakova, me babain tuaj, që ka vdekur, që ka lënë një vajzë, dhe ndoshta ndonjë shqiptar mund ta njohë nënën tuaj dhe mund të na ndihmojë me informacione. Nëna më korrigjon nëse bëj gabime. Nëna juaj quhet Bejhan Shahin, jo Shahin, theksi. Shahin, aktualisht mund të jetë 51-52 vjeç. Po. Është nga Turqia dhe në lindjen e saktë me lindje nga Turqia, po pe vendit Kaman. Kaman i Turqisë. Po. Por që ajo dyshohet se jeton në Vjenë të Austrisë. Në Vjenë të Austrisë. U njoh me babain tuaj në Gjermani, dyshohet se ka jetuar disa vite në Gjermani dhe është larguar nga Gjermania dhe mund të jetojë në Vjenë të Austrisë dhe ka punuar police. Po. Pra, përpara le të themi 10 viteve, kur ti ke folur me nënën dhe ke qenë 12 vjeç, ajo ka punuar police në Vjenë. Po. Nëse ajo do e merrte vesh lajmin që ti po e kërkon, por ne nuk e dim se si ka vazhduar jeta, mund të jetë martuar, mund të kesh motra, vëllezër, nuk e dim si mund të ketë vazhduar jeta zonjës Bejhan Shahin. Nëse ajo do të dëgjonte, ndoshta të ka munguar zëri i saj, dashuria e saj, gjithçka të ka, i rritur pa figurën e nënës. Po, normal. Çfarë do dëshirohet i thoshe sot? Une kam qejf si me taku si nënë teme biologjike, edhe dëshiroj që jo veç në japë tek të ime vdekje që të ndëgjoj mirë për ta, që të na bashkoj Zoti, që t'jemi gjithmonë ta mënon e mi, pas një ndarje. Dhe ta uroj me zemër që të gjendet sa më shpejt, uroj dhe shpresoj që të vini informacione, por përpara se të të falenderoj, dua të bëj dhe 1-2 pyetje të tjera. Ti babain tënë se ke njohur, i mbushe së të melot. Mos qaj, më premtoj që s'do qash. Zemër, ti ja ke dal e vetme në një mosh shumë delikate. Dhe unë jam e sigurt që ti brenda vetes ke një forcë aq të madhe sa do t'ja dalësh për gjithçka në jetë dhe nuk do dorëzohesh kurrë. Asja. Kur ti do jem gjithmonë e fortë për veten, do jem gjithmonë me nga fytyra poster, do të mundohna edhe nëse asnjëherë mos të jem afër familjes time ose afër nënës, po do mundohna gjithmonë që t'ja dal për jetën. Për tek të jetë sa jem gjallë. Dhe të besoj, sepse kur ke pasur nevojë për njerëz, ti ke qenë e vetme në një moshë të vogël dhe ja ke dalë. Jo që tani po rritesh dhe sigurisht kur njeriu rritet, piqet më shumë, di të menaxhoj më shumë gjërat në jetën e vet dhe nuk bën gabime, kështu që mos u dorëzo kurrë. Asnjëherë. Unë jetoj për jetën time, jetoj për shnetën time, punoj për veti, edhe kam qejf se nesër mas nesër me thonë familje me se ju na hupi, po na bo dikushi, se me qenë edhe syra babit time pastër. Bravo. Kam gjithmonë qejf. Po unë jam një person se nuk jetoj për fjalët njerëz ose çfarë folin njerëz ose çfarë thojnë njerëz. Unë kam qejf se me kona fort për vetveten, për jetën time, edhe kam qejf që ta kem gjithmonë nënën time pranë vetes. Po atëherë si me nënën time, kam qejf që t'jem gjithmonë edhe me familjet babit tim, sa është gjaki babit tim. Gjaki. Ta urojt. Jam bajs aty edhe hiç për shembull nëse s'm flasin, kam gjithmonë si mendim mirë për ta si me qenë afër tyne, se jam familje jam, ja. Edhe ta uroj me zemër, sinqerisht ta uroj me zemër. Babain se ke njohur, por varrin i a di besoj dhe shkon te varri ti. Kam qenë tani për tani, kam qenë. Që një muj. Normal, gjyshja të ka quar për herë të parë dhe sigurisht e kam kuptuar gjithë ku kam shku gjithmonë kam qoj. Sot si diçka po sari se jam marrë tek vore tina dhe qyshë jam mush, edhe se kam qenë e rej, jam mush frym edhe gjithmonë më kanë shpërthy lot aty. Këta kam pas, edhe për shembull ku se kam di se e kam bërë.
Dhe më dhimsesh, por uroj që të gjendet nëna juaj, uroj që dikush të na ndihmoj me informacione, të bashkohesh me të uroj gjithë të mirat e kësaj bote. Faleminderit shumë. Dhe dashurana, do mbetemi bashkë në kontakt. Numrin tim ti e ke tashmë. Do shkruhemi. Uroj që dikush të na telefonoj, të na ndihmoj me ndonjë informacion dhe ti të bashkohesh sa më shpejt me nënën tënde biologjike që fatkeqësisht fati ju ndau të dyave. Faleminderit shumë për te. Inshallah fjala jote më vesh Zotit. Amin. Të gëzohë Zotit me të gjithë familjen tonë, të rujt fëmijët e të gjithë juve. Mirë, je shumë e mirë të përqafoj dhe të puth nga Tirana. Faleminderit shumë. Mirupafshim, zemër. Mirupafshim. Mirupafshim, ciao. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që durat me mua deri në fund të kësaj video. Urojmë dhe shpresojmë që Ana të arrijë të gjejë nënën e saj, kështu që kushdo që ka informacion mund të kontaktojë në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ju falenderoj që qëndruat me mua. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, apo kërkoni të bëni një surprizë, apo të ndani një eksperiencë të bukur, të motivojmë të tjerë teleshikues që ndjekin live-et e mia, mos hezitoni të më shkruani edhe në adresat e mia në Facebook apo në Instagram me emrin Odeta Dume Mandro. Dhe këto janë adresat e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite ora 10 live jam me ju. Faleminderit, deri takohemi nesër.